Është dita e 6 do mbledhim në nënshkrimen Kamës për të kthyer mbrapsht vendim të padrejtë të bashkisë që ka rritur me 25% çmimin e biletës autobusit. Transporti publik, jo vetëm Kamës, Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, është jetik. Është jetik jo vetëm për lëvizshmërinë e qytetarëve, është jetik për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, për punën, është jetik për shëndetin publik. Aty ku ka transport lirë dhe cilësor, të gjithë marrin frymë më mirë, ekonomia merr frymë më shumë, ka më shumë shëndet publike kështu me radhë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të luftojmë këtu në Kamës, në Tiranë, kudo që transporti publik të jetë sa më i lirë dhe sa më cilësor. Çdo institucion publik, qendror apo lokal, ka për detyrim që t'i mbështesë qytetarët që të përdorin transportin publik dhe jo të bëjë tmerrin që ka realizuar Bashkia e Kamës me konsensus PSPD për të rritur çmimin e biletës së autobusit. Unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Kamës, Tiranës, po edhe të fshatrave rreth e rrotull, po edhe kudo nëpër Shqipëri që të na kontaktojnë, që të nisim së bashku një lëvizje më të gjerë për transport publik të lirë, cilësor, që i jep frymarrje gjithë vendit.